Po besoj se kuvendi gjithmonë kryetari është zgjedhur, kështu që nuk shoh ndonjë pengesë. Mendoj që i takon natyrisht partisë të parë që t'i krijoj kushtet edhe për votimin e kryetarit edhe për votime tjera, andaj ta presim atë ditë. Sa i përket ftesës, edhe kjo është hipotetike dhe ju vetë kur e ngritët pyetjen, thotë që është hipotetike, andaj mos të përgjigjemi në diçka që ende ka karakter hipotetik, i vije koha dhe asaj. Une po flas me bazën e tradite, ne se kemi votuar as herën e kaluam kryetar në kuvend, kryetari kuvend do zgjedh. As herën se para kaluam kryetari kuvend do zgjedh. Andaj duke e ditë këtë situatë, prandaj po them që unë mendoj që kryetari kuvendit do zgjedhet për aq kohë sa partia e parë që ka dalë në zgjedhje e propozon një emër dhe fillojnë procedurat që kanë qenë gjithmonë. Kështu që nuk e shoh si problematik, nëse ngritet si problematik, atëherë marrim një qendrim tjetër, mirë po në bazë të traditës po ju them që në kuvend opozita nuk ka votu, prapse kryetari kuvend është votu. Kështu që kam rrimë me marrë numrin e mjaftueshëm të vota, andaj nuk shoh ndonjë problem në atë.